Një ngjarje e rëndë ka tronditur Bulqizën në mbrëmjen e së rreth orës 23:00 të datës 29 janar në fshatin Ostren i Vogël. Dyshohet se pas një konflikti të çastit për motive të dobta, shtetasi Bastri Nuredini, 58 vjeç, ka plagosur me mjet prerës thike brenda banesës djalin e tij, shtetasin Kongres Nuredini, 29 vjeç. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e komisariatit të policisë Bulqizë kanë shkuar në vendngjarje, ku fal reagimit dhe ndërhyrjes së menjëhershme kanë parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit, si dhe kanë kapur dhe arrestuar autorin e dyshuar të ngjarjes, shtetasin Bastri Nuredini, 58 vjeç. Gjithashtu është sekuestruar mjeti prerës thik i përdorur nga autori. 29 vjeçari është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Bulqizës, ku dhe ka marrë ndihmën e parë mjekësore. Për shkak të plagës së rënd, bluzat e bardha të spitalit të Bulqizës kanë bërë transportimin e tij drejt Tiranës për mjekim më të specializuar. Ndërkohë, sipas policisë, 29 vjeçari është nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Ende nuk dihen motivet e sakta të kësaj ngjarje të rënd brenda familjes, ndërsa ajo zyrtarisht mësohet se krimi të ketë patur motive të çastit. Megjithatë, grupi hetimor pritet të zbardhë shkaqet e vërteta që quan babain të plagos me thik djalin e tij.